Në qytetin e Libohovës ka nisur restaurimi i fasadave. Krahas tyre, banorët kërkojnë ndërhyrje edhe tek portat karakteristike që mbajnë një histori të veçantë. Banorët thonë se për shkak të vlerave arkitekturore dhe historike, gjatë verës ka një interes të shtuar nga turistë që vinë dhe vizitojnë qytetin. Me trashëgimi me kulturë, ka shumë porta, të cilat nga koha në kohë janë zhvilluar, tregohet mikpritja. Porta aktualisht sot, që e shohim në këtë gjendje, që është një monument i kulturë e kategorisë parte i studiuar, për të cilën Bexhet Çobani ka bërë dhe një studim të veçantë, do të thotë që kjo duhet kurohet, duhet ruhet, duhet vizitohet, duhet njihet historia e saj. Të gjitha portat duhet të përfshihen, portat sidomos portat e vjetra duhet të përfshihen në guida turistike. Portat e vjetra, qindra vjeçare janë një element i trashëgimisë kulturore, simboli i jetës dhe historisë që e kanë formsuar këtë qytet ndërbreza me radhë, që datojnë prej shekujsh dhe janë ruajtur nga banorët për shkak të ndërtimit të tyre tipik me gur dhe dru të zonës. Qyteza e Libohovës prej kohësh është populluar megjithatë të moshuarit, po përpiqen ende të mbajnë gjallë traditën e historinë.